Sot në sallën Jehuna e Dugaxhinit në Klin është mbatur finala e edicionit të dytë të festivalit të këngës për fëmijë Melodia. Përshëndetje për gjithë dhe mirë se erdhët në edicionin e dytë të festivalit mbarkombëtar të këngës për fëmijë Melodia. Edhe këtë vit, për herë të dytë, qyteti i Klinës mbushet me hare. Tingujt e muzikës dëgjohen në çdo rrugicë të qytetit. E kjo jo pa arsye, por për një arsye të fortë që sot na bëri bashkë të gjithëve. Për vitin e dytë radhazi, në Klinë mbahet festivali mbarkombëtar i këngës për fëmijë Melodia. Falë organizimit të stafit drejtues në krye me drejtorin Arjon Gashi. Në këtë aktivitet kulturor morin pjesë fëmijë nga të gjitha trojet shqiptare, të cilët sollën interpretime të ndryshme muzikore dhe shpalosën talentin e tyre në skenë. Pas shumë paraqitjeve të fëmijëve, juria shpalli edhe fituesit e këtij edicioni. Ky festival synon të promovojë talentet e reja dhe të fuqizojë skenën muzikore për fëmijë, duke e kthyer Klinën në një qendër të rëndësishme kulturore për artin e fëmijëve.